Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Allah në azza wa jalla falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut azza wa jalla, ai është një dhe nuk ka shok. Dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame dërgojmë mbi të dërguarin ton, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë shokët e tij. Siç jeni njoftuar, sonte do të flasim për 10 ditëshin e parë të muajit Dhul-Hijja, edhe pse besoj që hutba pothuajse në gjitha xhamiat ka qenë rreth kësaj teme. Mirë po, për shkak të rëndësisë së saj, pam të arsyeshme që të flasim edhe në këtë ders. E fillojmë dersin me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot Allahu azza wa jall, pra hadithi kutsi, ana inda dhanni abdi bi. Thot Allahu azza wa jall, unë jam si pas mendimit të robit që ka për mu. Pra, nëse ka mendim të mirë, do të gjenë mirë të Allah azza wa jall. Po nëse ka mendim jo të mirë për Allahun, ashtu do të jetë rezultati, pra nuk do të gjenë të Allahu mirë. Dhe ky hadith është nxitja që njeriu ta rikujton mëshirën e Allahut, rahmetin e tij, mirësinë e tij, bujarinë e tij, premtimin e madh që Allahu ju ka dhënë besimtarëve dhe vepërmirëve. Andaj nuk i takon besimtarit me pas mendim të keq për Allahun. Përkundrazi, besimtari duhet të jetë i bindur në premtimin e Allahut. Dhe kjo është ajo që shton dhe shtyn më shumë të bëj punë të mira. Se din që te Allahu nuk do t'i humb asgjë. Përkundrazi, do të shpërblen shumë. Dhe ai shpërblemi shumë fisht. Qoftë për nga sasia, qoftë për nga pozita, qoftë çdo aspekt. Dhe kjo mjafton vetëm me lexu hadithin vazhdim. In dhakarani fi nafsi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. E unë jam me të kur ai më përmend mua. Qysh me pas mendim keq atër për Allah. Mbreti i bodhve, krijuesi çdo gjaje. Nëse ti e përmend, nëse ti e kujton, ai është me ty. Dhe vazhdon hadithi. Thot in dhakarani fi nafsi, dhakartuhu fi nafsi. Nëse ai më përmend në veten e tij, edhe unë do ta përmendja atë në veten time. Wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. E nëse ai më përmend në një tubim, unë do ta përmendi në një tubim edhe më të mirë se ai. Të ne këtu s'kam çare pa përmend çështjen e vlerës derseve. Nëse kur gjë nuk përfiton prej dersit, nëse nuk rikujtohesh me një ajet, me një hadith, nëse nuk mëson diçka të re, mjafton ky fakt që në gjitha dhikret përmendet Allahu, në gjitha dersit përmendet Allahu. Këtu përkujtohet Allahu. Këtu përmendet Allahu. Dhe sa na përmendim Allahun këtu, shpresojmë dhe kemi mendim të mirë për Allahun, që Allahu do të na përmendë një tubim edhe më të mirë. Dhe vazhdon hadithi. In taqarraba ilayya 'abdi shibran taqarrabtu ilayhi zira'an. Nëse më afrohet robi një pllom, unë ati i afrohem një krah. Nëse robi më afrohet një krah,
unë ati afrohem 2 krah, ba'an, wa in atani yamshi ataytuhu harwala, nësa ai vjen tek unë duke ecë, unë shkoj të aj ose vi të aj duke nëzitu. Kjo vllazni është gjithherë. Ky shpërblim është gjithherë. Po paramendo në ditët kur kanë vlerë më të veçantë, e më të madhe, e Allahu i dënë edhe më shumë vepra në ato ditë, sikur që në ditë e Dhul-Hijjës. Allah Azza wa Jall pra, masa asoj hyrje që është në hadith, kanë nxitë pra, se na ndërlidhet me temën tonë, një prej veprave më të veçanta dhikrit, përmendjes dhe përkujtimit të Allahut Azza wa Jall. Dhe afrimit tek Allahu me punë të mira dhe vepra të mira. Se ky është mendimi i mirë, pra po kthehem atje. Ky është mendimi i mirë, pastaj do më na tregu Allahu Azza wa Jall që ai që ka mendim të mirë, ai nuk pushon duke ju afruar Allahut Azza wa Jall. Ai që ka mendim të mirë për Allahun Azza wa Jall, nuk pushon nga përmendja e Allahut Azza wa Jall. Dhe qëllimi i tij ose jeton me përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Një ditë na kujtoi vllajun Behari me fjalën selefit e israelitë që ka ardhur te popujt më herët, se një person mëkatar ka vazhduar me katë dhe në gjunohe, dhe kënë se Allah s'po më denon. Dhe i përgjigjet Allah Azza wa Jall, a ka denim më të madh se sa që të kom privu nga amëlsia me shiju përmendjen time. Allah, kjo denim i madh. E atëherë, në shtojmë nga përmendja Allah Azza wa Jall, të afrohem Allah Azza wa Jall me punë të mira, gjithherë, sidomos këto ditë që po na vijnë. Dhe ditë që zakonisht kur flitet për këto ditë, fillimisht e dim që pejgamberi sa më ka thujt khair ayamid dunya, ditë më të mira në dunja. Pra, për nga ditë janë ditë më të mira të vitit. Sikur që në to është dita e Arafatit, e dita e parë e Kurban Bajramit, pastaj edhe ditët e tjera të Kurban Bajramit janë prej ditëve të veçanta. Mirë po, paraprihen pra nata dita e Arafatit me 8 ditë tjera, pastaj pasohet dita e Bajramit me 3 ditë të tjera, të gjitha këto janë ditë me vlerë. Janë pjesë e mujve të Ramazanit. Po ashtu edhe mujve të shajt. Sikur që atë që ke mujnë ma dallon pa dyshim, që është muj Ramazanit, e net ma të veçanta, net e 10 net e fundit, dhe nata me madhe, nata e Kadrit. Për to 10 ditë, pra janë ditë ma të mira të dunjos, që ka thonë pejgamberi alayhis salam, Allah Azza wa Jall në surën Al-Fajr betohet, thot Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr wa layalin 'ashr wa ash-shaf'i wal watr. Thot Allah Azza wa Jall, pasha agimin ose betohem në agimin dhe në 10 netet. Fjala thot Ibn Abbas radhiyallahu anhu që janë fjala për 10 ditë e Dhul-Hijjës. Se kjo kuptohet shpeshherë gjithsesi përmendet dita dhe përfshihet dita dhe nata, po përmendet edhe net e përfshihet edhe net edhe ditë. Pra kaq net, kaq ditë, përfshihet net edhe ditë. Pasha çiftin dhe tekun. Ibn Abbas edhe këtu, meqense ka komentime ndryshme të ajeteve ose këtij ajeti dhe mund të përfshihet çdo gjë që është qift dhe tek, që është bej shumë e përgjithshme, e që kjo është prej madhështisë së Allahut Azza wa Jall, prej urtësisë së tij, që disa gjëra ka kriju qift, disa tek. Mirë, po një prej komentimeve që bën Abdullah ibn Abbas është edhe ajo se është betu për tekun e ka për qëllim ditën e Arafatit, e për çiftin ditën e 10, pra ditën e Kurbanit. Gjithashtu është hadithi i madh që flet për vlerën e veprave këto ditë, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
ma min ejamin el amelu salihu fihinne habbu ila Allahi min hadhihi al-ayam al-ashr. Sot nuk ka ditë në cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa vepra që bëhet në këto 10 ditë. Tha një Rasulullah, e as gjihadi, lufta në rrugën e Allahut Azza wa Jall, sa as gjihadi në rrugën e Allahut përveç nëse njëri del. Pra, fizikisht merr pjesë në betejë me mallin dhe pasuninë e tij, me ata se kalë ose deve, çka ka, me armët e luftës, me armën që ka, me teshat e luftës, dhe nuk sa jetë me kurçë. Bile këtë ajet, ose këtë hadith, këtë pjesë hadithit, disa djetarë e shpjegojnë se hadithi ka një kuptim pak më të ngushtë, jo çdo vepër, po i ngushton disa vepra, ose i dën mi veçu disa vepra, ose jo të gjitha veprat veçohen, vlerësohen njëjtë, edhe në këto 10 ditë. Edhe kam për qëllim ose veçojnë prapë po them dhikrin, përmendjen e Allahut Azza wa Jall. Çdo që tjetë, pra çdo vepër vlerësohet më shumë, është më e dashur, që ka hadith është i përgjithshëm tekstualisht, më e dashur tek Allahu Azza wa Jall se sa nëse ajo bëhet jashtë këtyre ditëve. Pastaj këto ditë njihen edhe si ditë e dhikrit, përmendjes së Allahut Azza wa Jall, dhe ashtu ka ardhur në një hadith ku pejgamberi porosit me shtu dhikrin, përmendjen Allahut Azza wa Jall, fa akthiru fihi min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid, shtoni pranë këto ditë nga tehlili, nga fjala la ilaha illallah, nga tahmidi, nga fjala alhamdulillah, ose para kësaj nga tekbiri, fjala Allahu akbar. Pra të shtohet nga përmendja Allahut Azza wa Jall. E sidomos fjala la ilaha illallah, që thot pejgamberi alayhis salam, doja më e mirë është doja e Arafatit. E lutja më e mirë ose fjala më e mirë që e kam thonë unë dhe pejgamberët, por gjithë pejgamberët, është fjala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka fjalë më të mirë. E përveç saj, në vend veçantë të dhikri, e zën tekbiri. E të tekbiri kem formën që është përcjell nga sahabët, nga Abu Huraira, Abdullah ibn Umar e tjerë. Abu Huraira dhe Abdullah ibn Umar ju ndol këtu ditë në treg, jo për me blej me shit diçka. Vetëm me bot tekbir, që njerëzit më javë rikujtu tekbirin, që pastaj edhe njerëzit me bot tekbir. Me thënë Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, ose të rihen fillim tekbir, pastaj pjesa tjetër. Gjithashtu, këto ditë pasohen me ditën e 8 që është dita e Tarwiyes, yawm at-Tarwiyah, ku haxhit që janë me haxh tamattu e bojnë jetë haxhin. Haxhit që bojnë vetëm haxh e bojnë haxhin te mikati para se me hyrë në ritualet e haxhit. Qashtu edhe ata që kanë haxh kiran, pra bashkë edhe umre dhe haxh, njëjtën kohë që bojnë, se mos të marrëm këto mi shpjegu këto dallime. Po zakonisht shumica njerëz me bojnë haxhin tamattu, pra bojnë vetëm umre, pastaj lirohen nga ihrami dhe në pikërisht ditën e 8 yawm at-Tarwiyah i veshin ihramat dhe e bojnë haxhin. Po ata të cilët kanë vetëm haxh ose kanë haxh me umre të ngjituna bashkë, veprat e haxhit pastaj të mëdha të fillojnë prej kësaj dite. Dhe vazhdohet pastaj me ditën e nesërme, që është dita e Arafatit, kjo ditë e madhe ku është sayyidu ayami dunya, zonja e ditëve në botën. Dita më e mirë në cilën lind dielli, ku Allahu Azza wa Jall afrohet dhe zbret në qiell në kësaj bote dhe mburret me haxhilerët para me lajkeve, është dita ku mas shumëti Allahu liron dhamën e njerëz nga zjarri i xhenemit. Dita që mas shumëti Allahu fal. E të nëjë
kena ndërlidhur gjithsesi me atë mendimin e mirë për Allahun, që kjo do të na shtyn në kërkim falje, pendim, sidomos të ditë që jenë me vlerë. Pastaj, agjerimi i kësaj dite për ata që nuk janë në haxh, shpresohet të shtyn mëkatet e 2 viteve, vitit që kalon dhe vitit që vjen. Mas ditës së Arafatit është gjithsesi në mesin e këtyre ditëve bën pjesë edhe qëndrimin ose është nata e Muzdalifës, ku është pjesë e ritualit të haxhit. Pastaj është dita e madhe e Kurban Bayramit, ku janë mas Arafatit, që është farzi kryesor i haxhit, pothuajse në ditën e parë gjitha kushtet tjera të haxhit përmbushen, e që është gjumja e gurve, normal kjo është obligim, gjumja e gurve të guri i madh, heqja e flokëve, thërrja e kurbanit, po në veçanti 2 farzët që janë të haxhit tjera, tavafi rreth Ka'bes, tavafi el ifada, tavafi kryesor dhe sa'i. Meqense këto mund të shtyhen, mirë po vlera më e madhe është të bëhen këtë ditë. Këto ditë, pra padyshim ditë të veçanta, padyshim veprat më të dashura tek Allahu në këto ditë, atëherë të shfrytëzojmë. Edhe të njëjtën kohë të përpjekemi në shfrytëzimin në punë të mira e të ruhemi nga punë të këqija. Se mëkati gjithherë është i shëmtuar, gjithherë është i keq. Mirë po në ditët që kanë vlerë më të madhe, gjuna është më e madhe. Pesha e atij mëkati është më e madh kur bëhet këto ditë veçanta. Andaj të kemi kujdes. Prej veprave që përmendëm si shkurt, që veçohen këto ditë, meqense çdo vepër që bëhet është shumë shkurt. Namazet që bëhet çdo ditë është më mirë se ai që bëhet jashtë këtyre ditëve. Agjerimi ashtu me përjashtim, kur po thojmë agjerimi nafila, vullnetar, se forca aty është diçka tjetër. Po forzi që falet këtu ditë është më mirë se sa, ka vlerë më të madhe se sa forzi që falet jashtë këtyre ditëve. Në sunet që falet këto ditë ka vlerë më të madhe, dhe është më i dashur te Allahu se sa sunetet që falen jashtë këtyre ditëve. Pra, agjerimi që është vullnetar, çashtu, sadakaja çashtu, leximi i Kuranit çashtu. Çdo vepër e mirë, respektimi ndaj prindit, sjellja e mirë me të tjerë, mbajtja e lidhjeve farefisnore, deri te ajo edhe largimin i pengesës nga rruga, ha? Për fjalës la ilaha illallah, që është dega më e madhe dhe më e lartë e imanit, deri te ajo dega më e ulët, që është largimin i pengesës që shkon në hadith nga rruga, gjitha këto vlerësohen këto ditë më shumë se sa është mirë, po në veçanti dhikri. Në veçanti përmendja Allahut të Zotit. Dhe për ata, gjatë gjithë ritualeve në haxh, haxhilierët janë me dhikr, janë me telbije, lebejk Allahumma lebejk, janë me tekbir. Çdo tavaf fillojnë me Allahu Ekber. Çdo gur që hedhin me Allahu Ekber. Çdo hedhje atje që prehet kurbani i haxhit me tekbir Allahu Ekber. Çdo kurban kënaq që prehet udhhiya, që për ata që nuk janë kret me tekbir. Gjitha këto vepra, qëllimi së synimi është të përmendet Allahu Azza wa Jall, me qëllim që Allahu të na përmend neve. Është qëllimi me afro Allahut, që Allahu Azza wa Jall na ofrohet neve, dhe që të mbulon me mëshirën e tij dhe rahmetin e tij. Pra vepra, nëse i përmendëm si vepra, po i përsëritem realisht i thamë edhe gjë në hutbë. Çështja e parë po e veçojmë është haxhi. Sa është, domethënë nuk mundet të më kryej jashtë tyne ditëve. Është prej veprave më të mëdha që kryhet në këto ditë është haxhi. Edhe është nimet dhe mirësi e madhe atyre njerëzve që Allahu ja bën nasib me shku në haxh. Na lutemi për ta që të shkojnë mirë gjithë haxhilet, të kthehen me haxh pranuar me mëkate të faluna, dhe të na mëson gjithëve që të shkojmë ta vizitojmë sa më shumë atë. Pastaj është kurbani, që çdo njeri që ka mundësi me thirr kurban, ka për obligim të thirr kurban. Meqense
edhe ata dietarë të cilët kanë mendimin se nuk është obligim, e konsiderojnë sunet të fortë, sunë muakkede. Përsi se pejgamberi se kalon asnjëherë. Hamesa ka thirr vazhdimisht, çdo vit ka thirr kurban. Më përjashtim vitin që ka bo haxh, ku ka prej hedja, ka prej disa për mi 70 ka prej me dorë vetë deve. Pro kurbani, që njerit përpjeket, subhanallah, ka njerë me qenë, pa marrë parasysh çmimet që janë ngritë gjithë skafit, nuk po thëmë njerët mi obligu me atë që Zoti se ka obligu, nëse se kanë mundësita, ose mi rëndu me diçka që Zoti nuk i ka ngarku. Mirë po, për ata njerët të cilët ka njerë për disa çështje më të vogla, ma jo të rëndësishme shpenzojmë 200-300 euro, kurse dëmë kursejmë të kurbani, një çështje që e prejmë për Allahun, po prap vetë ushqehim me ta. Dhe nëse njëri ka nevojë, mundet komplet kurbanin të nalë për veti. Atëherë, të mos hezitojmë, po mosisht të thirrim kurban. Mas kësaj, gjitha obligime tjera që janë, sidomos te namazi, të jemi më të kujdesshëm. Mos të harrojmë që ta përkujtojmë Allahun sa më shumë namaz. Mos jetë namazit që e bojmë këto ditë si namazi jashtyne ditëve. Pastaj edhe nëse nafile që shtojmë, ashtu ta kujtojmë Allahun, ta përmendim Allahun. Sa më shumë, ta falim pra me përkushtim, duke përkujtuar dhe duke përmend Allahun subhanahu wa taala. Pastaj adhurime tjera nafile. Mirë po prapë po them, zikri, përkujtimi, përmendja Allahut, qoftë duke kryer namaz dhe obligime tjera. Por edhe që është zikri kur zohemi, zikri në mëngjes, zikri në brami, zikri para se me fjet, zikri kur dalim prej shtëpie, kur him prej shtëpie. Pastaj zikri i përgjithshëm. Që thamë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot që të them subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Që njën 4 fjalë më të mira. Thot që të them këto fjalë, për mua është më e dashur se krejt ajo mbi cilën lind dielli, për krejt dynjaja. E dikujt me thonë, a dën me të thonë, qa po dën? Apo dën pallate, apo dën banesa, apo dën ajker, apo dën tokë, apo dën këte, thot këto 4 fjalë janë më të dashura, këto kush e thot? E thot ai që i zbret shpallja, ai që ja din mirë vlerën dhe rëndësinë, ai që është inspiruar prej Allahut duke ja ditë rëndësinë dhe vlerën këtij. Atër që ka të vynë shëndeti me gjithë rëndësinë që e ka? Që ka të vynë jeta pastaj pa përmendjen Allahut? Këto kanë vlerë ma shumë se kritë dynjoja dhe që kanë. Po na jem ata që të regohemi kopras, ose neglijent, ose pa kujdesshëm. Me po të përpjekemi se qëllimi që Allahu i ka veçuar disa kohë mbi tjerat, një nga arsyet është që të ngriten ambicet tona, të jemi më të vendosur punë të mira, që të garojmë punë të mira. E tash mos jenë këto ditë sikur ato jashtë ditëve. Për shumë njerëz mos të çuditni pse për shumë njerëz është një këto ditë që vijnë kanë me konse ditë të tjera. Zallojnë kurrë për shumë njerëz, se s'ia dinë rëndësinë, nuk ja dinë vlerën. Se na duhet të jemi ata që bëjmë atë dallimin. Dhe që të këshillojmë një prej veprave të mira në këto ditë, gjithherë, po sidomos të ditë është me urdhëruar të mira dhe me ndalu nga e keqja. Folni, atu ku jeni, me shok, me shoqni, me familje, ku do të jeni, urdhëroni të mirë, ndaloni nga e keqja, normal, me urtësi, me butësi, po ta dimë që kemi përgjegjësi. Se të ka një kohë se qëllimi mbyll në vetë, ja? E kry namazin, kry për veti. Po të rënën me naj fjala, po të diçka, ti e ki punën tonë, o hikjer një farë. Dije që kemi përgjegjësi edhe ndaj tjerëve. Edhe në familje, edhe në shoqni dhe gjithkund. Këshilloje formën më të mirën, thuje, përkujtoje, me shpresë të madhe te Allahu Azza wa Jall, që ti kimi u shpërbly fillimisht, kimi kriju obligimin tënd. Por vepër që don Allahu. Dhe në fund, me emrin e Allahut ajo ku me lën gjumë të mira edhe te personi që ja drejton atë këshill edhe
edhe atë fjalë. Dhe për fund, pendimi dhe taubeja që kemi nevojë gjithherë të pendohemi tek Allahu me sinqeritet, për shkak se Allahu fal shumë, falë Allahu Azza wa Jall, është e madhe, sidomos këto ditë që kanë vlerë të veçantë. Dhe normal para ata që kanë jetë me thirr kurban prapë ju rikujtoj edhe sot që preferohet të shmangin hjekjen e kimeve prej trupit edhe premjen e thojve, domethënë derisa ta thirrin kurbanin prej kur vërtetohet hyrja shikimi honës ose hyrja e mujit të Dhul Hijjes. Unë deri tash nuk kam pa ndonjë informat që është po honë sonte, kështu që atëri bie që edhe nesër të jetë Dhul muji dhe me akşam hin muji Dhul Hijjes, se muji më shumë se 30 ditë hijri nuk mundet me i pas. Elusi Allah subhanahu wa ta'ala na ndihmon në punë të mira, vepra të mira, na bën prej atyre që përmendin Allahun shumë dhe shpesh, prej atyre të cilët nxitojnë të garojnë punë të mira, prej atyre që kanë mendim të mirë për Allahun, dhe premtimin dhe shpërblimin e tij, kjo që ti na nxit këto punë të mira, e prej atyre të cilët ruhen prej gjunave dhe mëkateve, po atëherë kur bim të kërkojmë njëherë falje, edin ka orë prej selefit, porositët o njerëzët ju bëni shumë mëkate. O njerëz ju bëni shumë mëkate. Andaj bëni shumë istikfar. Mëse kjo është natyra jonë me bëu mëkate, atëherë bëjmë edhe shumë istikfar. E thot sa gëzimi i madh është për besimtarin, kur e sheh listën e veprave të veta dhe çdo mas një rreshti, 2 rreshta, atë shfaqet istikfarit i nej. Kur e keqja, pasohet me një të mirë, me një istikfar. Ajo e gëzon besimtarin shumë. Andaj kërkojmë falje. Lësë Allah zohet na falë që gjithve. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.